Fjallën përshëndetësit muftiu të muftinisë të Vazhjisë të Darit Santë të Manos, Haxhi Abidin Efendi Meheri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Të nderuar mysafir, të nderuar të pranishëm në këtë lokal, në fillim falënderimet dhe adhurimet që drejtojmë krijuesit të gjithësisë Allahu xhalla xhelaluhu. Salavatet, përshëndetjet më të përzemërta qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalamin, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbar besimtarët islam. Unë sot në këtë vend nuk du, këtë lokal nuk du maj fjalim, por në emër të muftinisë Bashkisë Islame të Manos theshta vetëm të ju përshëndes me përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut xhalla shanuhu qofshin mbi ju dhe mbi ne gjithëve. Gjithashtu në emër të muftinisë Bashkisë Islame të Manos ju dëshiroj mirë se ardhje. Lusim Allahu xhalla xhelaluhu që këtë ibadet apo këtë lutje të cilat i kemi bërë gjatë muajit të beguar të Ramazanit, gjatë muajit të Kur'anit Kerimit, gjatë muajit të unitetit mbar besimtarëve islam, që Zoti xhalla xhelaluhu t'i ketë pranuar nga gjithë ne. Me vërtet vëllezër musliman kaluan 28 ditë plota nga muaji i Kur'anit Kerimit. Nuk na ka mbetën krejt edhe dyrit tjera. Inshallah, Zoti xhalla xhelaluhu krejt ato aktivitetet tona të cilat i kemi bërë dhe i kemi bërë për hir të Allahu xhalla xhelaluhu janë pranuar tek Zoti fuqiplot, por të njëjtën kohë edhe këto dyrit tjera të cilat na kanë mbetën, Zoti xhalla xhelaluhu inshallah na jep fuqi, na jep shëndet dhe të kalojmë me ibadetet gjithashtu dhe lutje drejtuar krijuesit të gjithësisë. Por vëllezër musliman, pa marrë parasysh se krejt dhe dyrit me kanë mbetën, nuk do të thojë se muaji i Ramazanit, muaji i bekuar, muaji i unitetit, muaji i bashkimit i mbar besimtarëve islam po shkon dhe po kalon, edhe Zoti xhalla xhelaluhu do të shkojë me këtë muaj. Por ne duhet ta dimë se secili prej neve di pa marrë parasysh se muaji i bekuar i Ramazanit nuk ka mbetën krejt edhe dyrit, dhe të shkojë dhe të kalojë për Allahu fuqi plot, mbetet ai i plot fuqishmi, i cili ka qenë në muajin e Ramazanit, por gjithashtu edhe në 11 muaj tjerë. Pas që Zoti i plot fuqishëm ai është i muajit Ramazanit, është ai i plot fuqishëm në 11 muaj tjerë, pejgamberi alayhi salatu wassalam i thotë afdalul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Nëse dojnë të dinë besimtarët islam se cilët punë janë më të mira, më të preferuara, më të dashme të Allahu xhalla xhelaluhu, do të janë ato punë të cilat punohen nga besimtarët islam pa ndërprer. Do të punohen në muajin e Ramazanit, por gjithashtu edhe në 11 muaj tjerë. Unë kështu ligjërat nuk do të mbaj, por vetëm deshta kështu që falenderoj në emër të muftinisë Bashkisë Islame të Manos, në emrin tim personal si mufti, në emër të operativës së muftinisë, por gjithashtu edhe në emër të gjithë hoxhallarëve të terrenit të juve të cilët jeni prezentu, por gjithashtu edhe besimtarët islam në përgjithësi terrenit Manos, të cilët bien nën çadrën e muftinisë Bashkisë Islame të Manos. Allahi inshallah njëherë këto ibadete, këto aktivitete i pranon, por gjithashtu lusim Zotin fuqiplot që edhe më të tjerë të vazhdojnë me kësi aktivitete, me kësi punë të cilat janë në shërbim të islamit muslimanëve në përgjithësi këtë rajon dhe më gjërë.
musliman, Zoti Xhalla Xhalaluhu i don njerëzit, i don besimtarët islam, të cilët gjithherë janë në shërbim të islamit dhe muslimanëve. Me të vërtet, gjatë të muajit Ramazanit kemi pasur njerëz, kemi pasur besimtarë ndërhyshëm, të cilët janë paraqiten te muftinia e Bashkisë Islame të Manor për të ndihmuar njerëzit ponjat, njerëzit të cilët kanë nevojë për të ndihmuar. Zoti Xhalla Xhalaluhu i shpërblen inshallah ato njerëz, ato besimtarë dhe ato firmash të cilët janë paraqiten me shëndima, me çdo kusht për të ndihmuar vëllezërit dhe motrat e tyre. Unë edhe një herë kjo ishte një iftar modest, por qëllimi kryesor i muftinisë Bashkisë Islame Manor ka qenë që këtu bashkërisht të dojmë një iftar se secili prej juve me siguri dhe padyshim iftarët i keni pasur më të mira në shtëpitë tuaja, por Pejgamberi alayhi salatu wassalam i kështu thot kur besimtarët islam të vohen në një vend, në një lokal për adhurohen, për të lutur Zotin Xhalla Xhalaluhu se pritja e iftarit do të dim se është adhurim dhe lutje drejtuar Allahut Xhalla Xhalaluhu, dhe kështu në këtë formë kur të vohen njerëzit besimtarët islam në atë vend të kanë qenën bereqeti dhe rahmeti i Allahut Xhalla Xhalaluhu mbi ato muslimanë dhe mbi ato besimtarë. Edhe një herë Allah i kabul, Zoti Xhalla Xhalaluhu ju dhe ne dhe gjithë në përgjithësi të nga përshëndet, jetë gjatë dhe të mira një jetë. Ju falenderit, assalamu alaikum.